Në momentin që ti thua, patjetër, në momentin që ti thua, domethënë ke ose një gjë të rrept, strikte, O tani po fëmijët janë të mbrojtur këtu, se këtu na lindë një problematik tjetër pastaj. Se qofse lejohen basket online, nuk janë të mbrojtur. Janë më pak të mbrojtur se fizikisht. Këtu rrezikohen edhe e vure Skedinën Erion. Si doli? Ishin zënë Skedina, të? Se janë hapur akoma, Të gjitha... Po pse erdhe kështu i dështuar ti? Fëmijët mbrohen kur kjo gjë bëhet mbi baza ligjore. Nëse kjo gjë ngelet mbi baza të paligjshme, atëherë, dom që ta mbyllun se s'dua tash. Kemi një tentativ për t'i hapur. Nëse i hapim duke vënë kufizive, duke bërë domethënë gjëra strikte etj. Ne nuk do t'i nxisim këta që janë të paligjshëm, se janë shumë komod këtu ku janë. Nuk i kontrollon njëri, se thua duhet deklarosh ku ke gjetë lekët, do t'i vësh lekët në bankë. Edhe çfarë unë jam atu jam i futi telefon, vër kaq bëjaqe etj. Ti çu bëhet ashti. Dhe nuk paguajnë taksa këta që vën, nuk kontrollon etj. Ai ka shumë kollaj. Unë jeri këtu. Pse duhet unë të shkoj të legalizojmë kur jam më mirë kështu. Prandaj duhet që të fillojë, domethënë në mënyrë pak më elastike, edhe pastaj kur të stabilizohet, çu stabilizuar në 2018 tregu u stabilizuar, 78% e tij ishte i ligjshëm. Kishte të paligjshëm, po të paligjshëm luanin jashtë, nuk luanin në Shqipëri. Se ata, lojtarët e mëdhej, historikisht kanë luajtur me llogari që kanë nëpër bankat e huaja dhe me kompanitë e huaja. Me kompanitë shqiptare kanë luajtur pak ose kanë luajtur pjesa popullore, pjesa me nga 2 nga 3.000 lekë, s'e din. Kështu që ti nuk besoj unë me këtë që janë duke bërë, se u bë domun edhe kjo u bë, si thua, ajo, si lura e Penelopës që domun hape, qepe shqep. Kanë 2 vjetë që duhet i bënin, por nuk besoj që do jetë e suksesme. Di pse them, ne tash na duhet sepse kjo është pozitive, ka më 15% të tarë do i marri sport. S'ka pasur, ka pasur 2%. Po pra, po që t'jem 15% që t'jem duhet të mlidhen shumë lekë, se po të mlidhen shumë lekë. Te lekët. Them 2 gjëra për lekët, unë se duket vetes një leksion moral dhe etike, kështu që. Unë flas për gjërat mërzitshme, punë lekësh, Vetëm mos na rrëzosh shishen aman. Emocionet. Shiko, e mburri që vetëm nga po kap një 2 zona shumë interesante. Këto kompanitë të mëdha online të huaja, pa dashur t'i përmendim emrat, njëra madje më e madhe ka dhe numrin 365 brenda emrit. Deklarojnë çdo vit se nga i kanë burimet të ardhura të lojtarëve të tyre, se deklarojnë. Dhe po të shikojë për 2024, se 2025 s'na ka dalë akoma, nga shtetas shqiptar, që pavarësisht se ku e kanë llogarinë bankare, po si pronar fundorësh, pra që janë zotrues ose llogari bankare ose karte që shkruaj pagesa, kanë pasur mbi 70 milionë euro të ardhura. Të deklaruara. 70 milionë, 70. Milionë euro të ardhura, që janë para të humbura në aspektin e brendshëm të tregut shqiptar. Që nuk kanë shkuar as për sportin. Jo, janë që ato kanë luajtur për... Ata do luajnë prapë atje. Janë 30.000. Janë 30.000, ta që unë, okej, dakor, vazhdo me shifrat tuaja. Unë po them që janë shifrat. Ata nuk i sjellën dot në Shqipëri. Është gjë tjetër. Unë po them sa është tregu. Në total, tregu shkon rreth 200 milion, po të llogarisim vit 2018 që është viti fundit, në total, me gjithë këto dhe me gjithë pjesën informale, të supozuar, FMN-ja thotë shkon rreth 200 milion euro në vit. Tani, 200 milion euro në vit, kuptojnë vetë që edhe 15% që 200 milion që të është i konsiderueshëm, është 35 milion euro në vit. Nuk është pak. Një sekond që ta them për ata që s'na kuptojnë. Çdo vit një teatr kombëtar. Çdo vit një teatr kombëtar.